Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore ofron 4 programe të akredituara, 2 në nivelin bachelor dhe 2 në nivelin master. Në nivelin bachelor janë programi Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore dhe programi Teknologji me 2 specializime, specializimi Inxhinieri Kimike dhe specializimi Inxhinieri Mjedisore. Studentët në këtë program, në vitin e 3 të studimeve, specializimin e zgjedhin sipas dëshirës së tyre. Gjithashtu edhe në nivelin master i kemi 2 programe, programin Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore dhe programin Teknologji me specializim Inxhinieri e mbrojtjes së mjedisit. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore ka 17 mësimdhënës në marrëdhënie të rregull pune. Prej të gjithë këta kanë thirrje shkencore doktor shkence, ku 6 prej tyre kanë thirrje akademike profesor doktor, 7 kanë thirrje profesor asociuar, 1 profesor asistent dhe 3 asistent. Përveç mësimit cilësor, fakulteti ynë zhvillon edhe hulumtime shkencore dhe zhvillim me përkraje të teknologjive të reja dhe të zhvillimit të industrisë. Në fakultetin tonë janë gjithsej 14 laborator të modern dhe të pajisur me pajisje të avancuara, ku studentët tanë zhvillojnë ushtrimet laboratorike në këta laborator, sipas plan programit dhe programeve të studimit të tyre. Këtu jemi në minifabrikën, laboratorin e Fakultetit Teknikës Ushqimore, e cila është minifabrika për përpunimin e pemëve dhe perimeve, të gjitha pajisjet të cilat duhet prej pranimit të lëndës së parë e deri te produktet finale dhe mbushja gjenden në këtë laborator. Gjithashtu, pjesë e këtij laboratori është edhe pajisja për tharjen e frutave dhe të perimeve. Këtu jemi në laboratorin e përpunimit të qumshtit, të gjitha pajisjet prej pranimit, skremimit të yndyrës e pastaj pasterizimi dhe prodhimi produkteve të ndryshme të qumshtit, siç është jogurti, kose, pastaj kemi edhe produktet e gjallë, si gjalpi, djathi dhe deri te paketimi në vakum ndodhen në këtë laborator. Gjithashtu pjesë e tij është edhe dhoma për ruajtjen e produkteve të qumshtit. Pra, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore është i hapur për gjithë ata që mendojnë të jenë pjesë të këtij institucioni dhe i angazhuar për mësim cilësor dhe për një zhvillim të qëndrueshëm. Dhe ne besojmë se me investim në arsim dhe në teknologji, ne po investojmë në një të ardhmen më të mirë për shoqërinë dhe për ekonominë e vendit tonë.